me qasje të plotë të rëndësishme dhe me kompetenca pushtet të plot, lidhur me atë që kishte ndodhur dhe që ishte duke ndodhur, kjo do të dëmtonte, po të mos vendosin një tribunali tjetër, kjo do të dëmtonte mbështetjen ndërkombëtare për zbatimin e marrëveshjes së Rambujës. Dhe pastaj arsyeja fundit, shkurtimisht, përfaqësimi i viktimave, pra që në vitin 1989 ku kishte filluar vuajtja e viktimave, pra me anulimin e heqjen e statusit në 1984, ishte krijuar një sistem që ishte pothuajse regjim apartheidi në Kosovë dhe popullsia ishte traumatizuar dhe viktimizuar dhe kishte shumë pak qasje në të dhënat dhe shënimet historike, pra krijimin e dhënave historike apo katalogimin e atyre që kishin mësuar viktimat dhe që nevoja për një tribunal dinamik që vepronte do t'i jepte mundësinë dhe mjetet njohjes dhe bërjes së drejtësisë për viktimat, pra për popullsinë e Kosovës. Pyetje, faleminderit. Pra qëllimi për të siguruar angazhim konkret për bashkëpunim me TPN-jën. A e dini nëse Hashim tha që janë bashkëndante këtë qëllim, këtë objektiv? Përgjigje po, ai e bashkëndante këtë objektiv. Si e dini këtë? Përgjigje drafti, pra një dy arsye. Drafti fillestar, pra letra, që u paraqit me 4 pikat që përmendëm, kishte disa dokumente që silleshin aty që paraqiteshin, por ishte një letër në fillim fillestar, e cila paraqiste 4 objektiva, dhe objektivi i 4 ishte tribunali, që ishte dhe për këtë duhej nënshkrimi i kryesuesit të delegacionit. Pra, unë u shpjegova delegacionit të gjitha këto që përmbante, gjithashtu theksova faktin ishte rëndësishme për mua që t'i shpjegoja atë, sepse si jurist, nëse përgatit një dokument për një klient pro bono dhe kërkohet nënshkrimi i tyj, dhe kjo ndodhi që ishte kërkojnë nënshkrimi pra i kryesuesit të delegacionit, në cilësinë e tij si kryesues. Në këtë rast duhet të jetë një personi duhet të sigurohet që personi që do të nënshkruajë e kupton plotësisht këtë përpara se ta nënshkruajë. Pra, duhej jo vetëm që të shpjegoja gjithë delegacionit, por edhe atë që do të thoshte ky dokument. Pyetje pastaj ju sqaruat dhe shpjeguat këtë, si e shprehu ai pranimin e këtij dokumenti. Përgjigja ai ishte tërësisht pranoi në tërësi atë dhe tha po, kjo pasqyron atë që edhe na intereson edhe neve, të gjitha të 4 pikat këtu. Pyetje, a dini nëse Hashim tha që ishte i vetëdijshëm se bashkëpunimi me TPN-jën do të përfshinte bashkëpunimin me TPN-jën për çështje dhe hetime potenciale lidhur me UÇK-n? Përgjigje po. Pyetje, si e dini këtë? Ka patur arsye të ndryshme në cilat e mbështes përgjigjen time. E para ishte se delegacioni i Kosovës përfshir ata që profesonin UÇK-n dhe përfshir Hashim Thaçin, kishin në anën e tyre mundësinë që të shihnin se si tribunali për Jugosllavinë vepronte në kontekstin e Kroacisë dhe Bosnjës, ku tribunali kishte ngritur akuzë për pjesëtar të këtyre palëve. Pra, dhe situata faktike ishte e tillë që tribunali ndërkombëtar do të kërkonte prova në drejtime të veçanta që do të përfshinte edhe aktorët e armatosur jo shtetëror, pra jo shtete, entitete të tjera. Dhe së dyti, draftet paraprake fillestare që diskutuan me delegacionin e Kosovës përfshirë me UÇK-n, përfshinin në mënyrë specifike fjalën Kosova dhe ne përdorëm me A, do të them këtu Kosova. Në gjuhën që ne kemi përgatitur dhe diskutuar kanë qenë 18 pika, pastaj u bën 19, 2 prej këtyre pikave kishin të bënin me tribunalin dhe kjo ishte prokurori do të ketë qasje të papenguar dhe pa vizë në Republikën Federale të Jugosllavisë, Kosovë, Serbi për qëllimet e kryerjes së hetimeve të tjera. Dhe nuk kishte kuptim që ata të mos përfshihen, pra aktorët jo shtetëror në pjesë e jurisdiksionit të tribunalit Meshetiç. Zyrën sekretar, do të kërkoje që të shfaqim në ekran dokumentin SPO 400-10656 deri në 400-10667. Ju lutem, Dr. Williams, a e njihni këtë letër? Përgjigje po. Jeni ju autori? Po. Keni pasur mundësi që ta lexoni, ta rishikoni artikullin javën e kaluar?
Përgjigje po. Cili është qëllimi për cilin keni shkruar këtë artikull? Pyetje, përgjigjja e shkurtër është që të dokumentohet paqja krahasuar me drejtsinë apo paqja me drejtsinë, pra bisedimet që kishin të bëjnë me paqen krahasuar me drejtsinë apo kundër drejtësisë dhe paqja me drejtsinë, bisedimet që kishin ndodhur në Rambuje. Kjo është përgjigjja pak më e gjatë, nëse do një kontekst pak më të gjerë, është që kjo ishte për të plotësuar një libër që Mike Schwarf, dhe unë kishim përgatitur që shkruar, pra që kishte të bënte me paqen dhe drejtsinë që ishte në lidhje me negociatat dhe Daytonin. Ishte guri themelor i punës time akademike, pra gjithë biseda ishte lidhur me se si të përfshihej faktori pra drejtësia në procesin e ndërtimit dhe krijimit të paqes me qëllim që të sigurohej një paqe e qëndrueshme. Dhe kjo ishte një gur pra mbi mur, nëse mund të them kështu, një prej hapave. Pyetje në këtë letër, ju përpiqeni që të shënoni në mënyrë të saktë bisedat dhe ngjarjet në Rambuje. Përgjigje po, më shëtit sekretarin nëse mund të na kalojnë në faqen SPO 400-1660. Dr. Williams, tu gjejmë pjesën 3.2 pra të letrës tuaj me titull Dispozitat e krimeve të luftës për krimet e luftës të propozuara nga delegacioni i Kosovës. E njihni këtë pjesë të letrës tuaj, pra të shkrimit tuaj? Përgjigje po. Në këtë pyetje, në këtë pjesë, diskutohen propozimet e delegacionit të shqiptarëve gjatë konferencës së Rambuje lidhur me hetimet dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës. Kush e ka përpiluar propozimet e delegacionit të Kosovës në konferencën e Rambuje lidhur me hetimet dhe ndjekjen penale të krimeve të luftës? Përgjigje e kam bërë unë bashkë me Mark Weller. Pyetje edhe për proces verbal, mund ta shpjegoni kush ishte Mark Weller? Përgjigje, Mark Weller ishte një këshilltar ligjor ndërkombëtar i cili ka punuar në të njëjtën cilësi siç unë me delegacionin e Kosovës. Është doktor së bashku në Cambridge University dhe është edhe ai. E dini cila është në shtetësia, komësia Dr. Weller? Dr. Weller është shtetas gjerman i cili jeton në Mbretërinë e Bashkuar, ka bërë doktoraturën atje dhe tani jep mësim në Universitetin e Cambridge. Faleminderit. Të shohim njërin prej propozimeve tani që është diskutuar në këtë shkrim dhe kjo do të jetë në faqen në paragrafin këtu do ta lexoj tani. Propozimi ishte palët në këtë marrëveshje pajtohen që të transferojnë përgjegjësitë e tyre tek Tribunali Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë në pajtim me rezolutat përkatëse të Këshillit të Sigurimit. Në përputhje me këto rezoluta, palët pajtohen të arrestojnë, mbajnë të ndaluar dhe të transferojnë në paraburgim në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Jugosllavinë. Çdo dhe të gjithë personat që personat që kërkon për të arrestuar prapë. Pastaj vazhdoni mëtej, duke thënë që delegacioni i Kosovës dha propozim të mëtejshëm dhe këtu është shkruar si në vijim. I shqetësuar lidhur me mos zbatimin e detyrimeve të përgjithshme për bashkëpunim në marrëveshjet e Dayton dhe refuzimin nga qeverisë serbe deri në këtë ditë që të bashkëpunojë me Tribunalin për Jugosllavinë, delegacioni i Kosovës më propozoi mëtej për fshirjen e gjuhës, ku thuhet se palët mëtej angazhohen mëtej të sigurojnë dhe të japin ndihmë gjyqësore të kërkuar nga tribunali, do me thënë marrjen e dëshmive, qasje në prodhimin krijimin të dëshmive dhe provave, qasje tek personat, ambiente, dokumente dhe zonën apo e territorisë dhe dorëzimin e dokumenteve. Janë këto dispozita që i keni përpiluar ju, përgjigje po. Dhe ishin autorizuan këto propozime grupit e kontaktit si propozime të delegacionit shqiptar të Kosovës, përgjigje po.
Këto propozime bëjnë thirrje palëve të marrëveshjes, që janë palë në marrëveshje, që të bashkëpunojnë në plotësi dhe tërësi me TPN-jën. Sipas asaj njohurive tuaja, ai ishte delegacioni i Kosovës në dieni që kjo do të përfshinte bashkëpunimin e plot në arrestimin dhe transferimin në TPN-jë të pjesëtarëve të UÇK-s dhe mbledhjen e provave kundër pjesëtarëve të UÇK-s. Përgjigje po, si e dini këtë, sepse unë cilësinë e juristit që punoja për ta, ju kam shpjeguar atyre në mënyrë të qartë dhe shprehimisht gjuhën që ata më kishin kërkuar të përpiloja dhe që të bëj pjesë e procesit e bisedimeve duke dhënë dorëzuar këtë pastaj grupit të kontaktit. Gjithashtu, edhe për nevoja të një kontrollimi të dy fish dhe verifikimit të dy fish, Fehmi Agani, i cili ishte juristi i tyre kushtetues kryesor, kryejuristi, pra për çështje kushtetuese, tha pra që unë do të punoja së bashku me të për të siguruar që ndërkohë që ne po transmetojmë, po kalonim informacionet në mënyrë të drejtë për drejt pjesëtarëve të delegacionit, se ai së bashku dhe unë do të kishim një kuptim të ndërsjellë të dispozitave që po përgatiteshin. Dhe ndonjëherë, për shembull, dispozita të tribunalit ku thuhej në rregull, po ti shkruaje këtë dhe pastaj statusi për paragrafi për statusin përfundimtar, aty ishin 3 apo 4 persona që merrin pjesë në përpilimin e kësaj dhe në sa takon dispozitave të përdrejtat e njeriut ndonjëherë ai ishte kryesori që i përgatiste ato dhe unë bëja editimin e tyre, por ka patur është bërë një përputhje e asaj që mendoni me mendimeve që kishin, qasjeve që kishin mes këshilltarit të jashtëm dhe Fehmi Aganit si profesor të drejtës kushtetuese të brendshme. Gjithashtu kishte pra përputhje dhe por bashkëpunim të përbashkët. Në pyetje në rregull. Për këtë si kërkohet që të flitet më ngadalë, më sheti që këto draft propozime a aprovoshin brenda delegacionit të Kosovës përpara që të dorëzoheshin grupit të kontaktit? Përgjigje po. Kush i aprovonte ato? Kjo bëhej nga bashkëkryesuesit e delegacionit dhe pastaj shënoheshën pra nga Edita Tahiri, e cila vepronte gjithashtu si sekretariat i delegacionit. Kur ju flisni për 3 bashkëkryesuesit e delegacionit, a mund të identifikoni me emër? Përgjigje, ky ishte Ibrahim Rugova, presidenti. Recep Koreshi, kërkoj ndjes nëse e shqiptova gabim mbi emrin, dhe Hashim Thaçi. A ju kujtohet nëse Hashim Thaçi mbështeti propozimin tuaj lidhur me bashkëpunimin me TPN-jën? Përgjigje po, më kujtohet dhe po e mbështeti. Pyetje, kontakti i grupit përfundimisht i pranoi këto propozime? Grupi i kontaktit pra? Përgjigje vetëm për një pjesë të kufizuar, apo vetëm një pjesë të kufizuar të tyre. Për çfarë do të thoni me këtë në mënyrë të kufizuar? Në paragrafin 12 përmendet, pra në paragrafin 12 dhe 13 përmendet hapja e pjesës marrëveshjes, në pjesën pra kufizit për marrëveshjen e Rambujes, lidhur me bëhet fjalë për detyrimet e palëve ndaj tribunalit për Jugosllavinë, por kjo përmendet në mënyrë shumë më të lehtë. Mbështetësit e Kryejgjykatës paraqes shkrimin e plot për të pranuar si provë, SPO 4001656 deri në 04016667, Kryejgjykatës ndonjë kundërshtim pa që jo, gjykatësi SPO 401656 deri në 04016667 pranohet. Sekretaria e gjykatës ky shkrim merr numrin e provës materiale 1-2 gjykatës i cili ishte numri sekretaria 12378. Gjykatësi, faleminderit.
Pyetje, Dr. Williams tani duhet të flasim për një libër që ka botuar Dr. Weller, pra i shkruar Dr. Weller. Dhe në sonja sekretare, që se më shfaqim në ekran, IT 05-08-2018. Ju lutem. And this is a book. Ky është libri i shkruar nga Dr. Weller me titullin Kriza në Kosovë 1989-1999. Tani do të kërkoj ja të kalojmë në faqen 246 në versionin PDF. Po. Nëse mund të zmadhojmë pikën 19, zoti Dr. Williams, që është ribotim i letrës i shkrimit nga kryetari i TPNJ-s, drejtuar ministrit të punëve të jashtme Vedrin dhe ministrat të punëve të jashtme Vedrin dhe Cook me 22 shkurt 1999, ku presidenti Gabriel Kirk McDonald shkrua në ditët e fundit kemi marrë raporte shqetësuese lidhur me ecurim për parimin e bisedimeve të paqes për Kosovën në Rambouillet, në Francë. Jam këshilluar se teksti që aktualisht po shqyrtohet nga palët nuk përmban dispozita që do të kërkojnë dhe detyronin ata që të njihnin kompetencën dhe të pranojnë kompetencën e tribunalit ndërkombëtar, apo që të marrin masa konkrete për të bashkëpunuar me tribunalin. Në vend të kësaj, kuptoj që sipas draftit aktual të marrëveshjes, palët do të nënshkruanin, bazuar në këtë draft, një dispozit vetëm që është vetëm e përgjithshme për bashkëpunimin. Dhe nëse kalojmë në paragrafin e fundit, aty shkruhet, është e qartë dhe bërë nga kjo qartësisht se nuk do të ketë paqe pa drejtësi. Përjedhoj, çdo marrëveshje që dështon të shprehë në mënyrë të qartë se Qeveria e Republikës Federale të Jugosllavisë dhe shqiptarët e Kosovës, pra ku nuk përmenden forma specifike konkrete të bashkëpunimit të tyre, rrezikon që të sakrifikoj, pra që të parimet mbi të cilat tribunali është krijuar për të sakrifikoj këto për interesa politike afat shkurtra. Pyetja ime e parë, Dr. Williams, është a keni patur ndonjë rol në përgatitjen e këtij shkrimi, pra për të dërguar TPNJ-s, përgjigje po, cili është roli juaj dhe i tyre? Unë kam patur dy role. Së pari, me pëlqimin që më është dhënë nga delegacioni, kam qenë njëri prej atyre që ka thirrur gjykatën McDonald për të ndar analizën dhe informacionin me të. Ne kishim një marrëdhënie paraprake që e bëri këtë gjë të mundur. Dhe së dyti, kam dhënë gjuhën e draftit në mënyrë që letra e saj të ishte sa më konkrete dhe specifike dhe të kishte ndikim sa më të madh që ishte mundur. Dhe mund të jap edhe kontekstin për këtë, sepse kjo duket ndoshta pak jashtë të zakonshme që ka të bëjë me gjykatën Goldstone dhe marrëveshjet e Daytonit, por do të ndalem këtu. Pyetje, nëse kemi nevojë do t'i kthehemi kësaj, përgjigje në rregull. Pyetje, paragrafi i fundit që u lexova, si e kuptoni ju çndrimin, që duhet të konsiderojë pra nevoja për një marrëveshje përfunditare nga Rambouillet që do të detyronte gjithashtu shqiptarët e Kosovës të bashkëpunonin me TPNJ-n në hetime dhe ndjekjen penale të shkeljeve të rënda të ligjit humanitar ndërkombëtar. Përgjigje, TPNJ-ja, po përpiqem të ec ngadalë për nevojat e përkthyesve. TPNJ-ja kishte jurisdiksion të qartë dhe të padyshimtë sa takon veprimeve në Kosovë, përfshirë veprimet e kryera nga shqiptarët e Kosovës dhe për gjykatësin dhe shqiptarët e Kosovës, ishte e rëndësishme që ishte shprehimisht e qartë që për ta theksojnë shprehimisht në këto komunikime, për aq që nuk do të kishte asnjë me dyshje, asnjë pa qartësi nga zyra e xhaxhit apo në marrëveshje, sa i takon shtrirjes së plotë të jurisdiksionit të
Tribunalit për Jugosllavinë. Pyetje në rregull, nëse kalojmë në pikën 20 në ekran. Kjo është një letër nga kryetari të PNJ-s drejtuar kryetarit të Këshillit të Sigurimit në 16 mars 1999, pra pak përpara nënshkrimit nga delegacioni i Kosovës i marrëveshjes së Rambujës. A mund të më thoni çfarë është kjo? Përgjigje, kjo është një letër nga kryetari i gjykatës, i tribunalit, drejtuar presidentit kryetarit të Këshillit të Sigurimit, duke informuar Këshillin e Sigurimit se Republika Federale e Jugosllavisë nuk kishte përmbushur detyrimet e saj për të lejuar prokurorin dhe hetuesit e tij që të hynin në Kosovë, konkretisht që të hetonin masakrën e Reçakut. Pyetje, zoti kryegjykatës, paraqes këtë faqe të librit të Weller, që është faqja 1200468 dhe vërej që janë pranuar tashmë pjesë të tjera të librit të Dr. Weller në provën materiale P04259 dhe propozoj që kjo faqe të ushtohet t'i shtohet kësaj prove materiale. Kryetgjykatja ka ndonjë kundërshtim për shtimin e kësaj faqe, zoti Paçi nuk ka kundërshtim. Mendoj që ka dhe pjesë të këtij libri në provën 32000224. Mund të jem gabim, por nuk kemi kundërshtime gjithsesi. Gjykatësi, faqja 1ID000468 pranohet dhe shtohet asaj ekzistuese 1200018. Është kjo, zoti Mishetici, është P04259. Gjykatësi në rregull do të shtohet kësaj, pra provës materiale që është tani më pranuar. Mishetici, faleminderit zoti kryetar. Kryetari është publike, Mishetici mendoj që P04259 është publike dhe nëse kështu mund të jetë publike edhe kjo tjetër. Pra gjykatësi ka riklasifikohet si publike, është libër. Zona sekretare do kërkohet paraqisni në ekran provën P04046. Dr. Williams, do you recognize this document? Dr. Williams, a e njihni këtë dokument? E keni parë më përpara? Përgjigje po. Pyetje, çfarë është ky? Përgjigje. Është marrëveshja e përkohshme në versionin draft për paqen dhe qeverisjen në Kosovë. Më pas do të referojmë këtë dokumenti si marrëveshje e Rambujës. Pyetje, a është ky dokumenti që në fund fare shqiptarët ka nënshkruar në emër të delegacionit shqiptar të Kosovës? Përgjigje po. Pyetje, ju lutem paraqisni në ekran dokumentin K0364642. To the bottom of the page on the... Të kalojmë në fund të faqes në të majtë, në kolonën në të majtë. Marrëveshja në paragrafin 10 ju bën thirrje palëve që të lirojnë të gjithë personat e ndaluar se personat të tjerë të cilët ishin të ndaluar pa akuzë. A e shikoni këtë pjesë? Përgjigje po. Në paragrafin 11, palëve ju bëhet thirrje që t'japin informacione përmes mekanizmave të gjurmimit të Kryqit të Kuq ndërkombëtar për familjet e gjithë personave të cilët nuk dieshin se ku ishin. A e shihni këtë? Përgjigje po. Pyetje, a ishin të pranueshme këto dispozita ose këto pika për delegacionin shqiptar të Kosovës? Përgjigje po. Pyetje, le të kalojmë tek paragrafi i radhës. Pra, paragrafi 10 po tek faqja tjetër. Në të thuhet, paragrafi 12, që asecila prej palëve nuk duhet të ndjek penalisht askënd për krime të cilat lidhen me konfliktin në Kosovë në përjashtim të personave që janë të akuzuar për shkelje të rënda të së drejtësisë ndërkombëtare humanitare. Në mënyrë të tillë që të lehtësohet dhe të mundësohet transparenca, palët japin qasje ekspertëve të huaj që të punojnë së bashku me hetuesit shtetëror. Si e keni kuptuar ju dëshmitar? Kush janë ekspertët e huaj të cilët janë hetuesit shtetëror? Përgjigje, Tribunali i Jugosllavisë. Pyetje,
Ju tregova një letër të datës 16 marsit të presidentit të PNJ-s që i thot Këshillit të Sigurimit që Jugoslavia nuk bashkëpunon. Çfarë kuptimi keni ju? Si e keni kuptuar ju? Cili ka qenë pozicioni të PNJ-s sa i takon hetimeve potenciale dhe ndjekjeve penale potenciale të shkeljeve të rënë të drejtës ndërkombëtare humanitare që ishin kryer nga palët? Si e keni kuptuar ju që të PNJ-ja çfarë mendonte lidhur me këto krime, qoftë për Serbinë apo për UÇK-n? Përgjigje, nuk ka pasur pritshmëri nga Tribunali Jugosllav, nga TPNJ-ja, se palët që ndoshta Jugosllavia ose Republika Federale e Jugosllavisë ose UÇK-ja, pra Republika e Serbisë ose UÇK-ja, do të realizonin hetime. Dhe ideja ishte që tribunali do ishte kundër përpjekjeve, sepse mund të cënoheshin palë ose mund të bëheshin thjesht gjykime sa për sy e faqe. Dhe ideja ishte që ekzistonte rreziku që në qoftë se do të bëheshin hetime në nivele kombëtare, do bëhej një cënim i aftësisë së tribunalit për të përmbushur mandatin e vet. Pyetje, ku mbështetej një qasje e tillë? Përgjigje, angazhimi i zakonshëm me tribunalin e Jugosllavisë sa i takon perceptimit të tyre lidhur me të drejtat dhe parakushtet ose masat paraprake në fushën e drejtësisë ndërkombëtare, që ishte absolutisht e ndryshme në vitet 90 se sa është situata sot në nivelin botror. Po ashtu ekzistonte aso kohë një shqetësim i madh se kishte mbështetje të moderuar deri në të dobët për tribunalin ndërkombëtar dhe se kishte përpjekje të nxarë të vazhdueshme nga disa prej subjekteve të cilat ishin të përfshira në kryeën e këtyre krimeve për të gjetur një mundësi për të përbishur situatës. Për shembull, mund të thuaj që prokuror na vjen keq, po ju nuk keni vizë, ose mund të prezantojmë një amnesti të ngjashme me amnestinë në Afrikën e Jugut, ose mund të organizohet një komision ngjashëm me Afrikën e Jugut e kështu me radhë. Nëse dëshironi, mund t'ju japet informacione të tjera kontekstuale për t'ju shpjeguar se pse për të folur me Demaçin. Pyetje. Atë thanë, pse po shkonte të fliste me Adem Demaçin? Përgjigje. U interesova në fakt? E bëra këtë pyetje? Si na shërben kjo, u thash, si e shërben kjo procesit? Dhe përgjigja ishte që ishte domosdoshme për arsye politike dhe kulturore. Ishte nevojshme që Hashimi të shkonte në Sloveni dhe të vizitonte Demaçin. Pyetje. A zbulove më vonë pastaj se si lidhej kjo vizitë me Rambujen, nëse kishte ndonjë lidhje? Përgjigje po, pyetje, çfarë zbulove, çfarë mësove? Përgjigje. Gjatë kohës që delegacioni kosovar ishte në Rambuje, edhe po bënin ecuri, kishte progres për nënshkrimin e marrëveshjes, por ama kishte trysni nga jashtë, të cilat i diskutuam më herët sot, nga komandantët lokal, por gjithashtu kishte presion ideologjik, po them dhe kulturor, po e shtoj, prej Adem Demaçit, i cili po pengonte progresin e këtyre negociatave. Edhe po them me të ngjarë, po cënonte lëvizjen për realizimin e kësaj marrëveshje. Prandaj duhet trajtuar ky aspekt.
Pyetje. Me sa keni ju djeni, a ka pasur në një problematik konkrete? Kishte në një shqetësim konkret Adem Demaçi? Përgjigje, po. Pyetje, cili ishte problemi Adem Demaçit? Përgjigje, pavarësia. Pyetje, faleminderit. Shkojmë në paragrafin 41 të deklaratës suaj. Thoni, përshtypja im ishte që Thaçi nuk ishte autoritet për të dhënë pëlqim marrëveshjes pa marrë miratimin e komandantëve regional të UÇK-s, veçanërisht për faktin se këtë e kundërshtonte Adem Demaçi. Pyetje. Ku e keni bazuar këtë përshtypje? Nga ju është krijuar kjo përshtypje? Përgjigje. Më shkrijuar kjo përshtypje për shkak të mënyrës se si reagoi Hashim Thaçi, ose reagonte ndaj telefonatave, apo nevojës për të larguar nga Rambujeja, për të shkuar në një takim me Adem Demaçin dhe për shkak të këmbguljes së vazhdueshme se shpesh më kërkonin mua të dilja nga kështjella, të flisa me Dino Hasanin, me përfaqësuesit. Siç më tha atëherë këta ishin përfaqësuesit e komandantëve lokal. Pra kjo ishte e vazhdueshme, më kërkoi vazhdimisht. Më lejoni të shtoj dhe diçka, ju lutem, Mishetiç, po. Përgjigje. Nuk është se puna se më thanë je juristi, shko mbu shumë mendjen, shko tregoj atyre çfarë po bëjmë ne këtu, ose informoj për zhvillimet më të fundit. Nuk kishte ky lloj komunikimi. S'po flasim për këtë lloj marrëdhënie. Mishetiç. Po ju thatë, dua të pyes për diçka. Ju thatë, angazhimi i tyre për të më dërguar mua shpesh jashtë kështjellës për të folur me Dino Hasanin dhe me përfaqësuesit, siç më thanë të komandantëve të zonës. Unë asnjëherë çfarë do të thoni, siç më thanë të komandantëve të zonës? Përgjigje. It's kaleidoscope. Për shkak të unë kisha marrë të ngushtë me Dinon, miqësore dhe kolegiale. Dhe kur shkova tek hoteli, dhe kur më tha Dino, hajde pak te hoteli, takojmë me komandantët lokal, shkova, i thash Dino sa mirë që u takuam sërish, edhe aty ishte disa persona të tjerë te kafeneja, te kafja ku ishim. Dhe Dino më tha, këta janë shokët e mi të UÇK-s. Jemi të shqetësuar dhe duam të bisedojmë me ty. Natyra kulturore dhe konfidenciale nuk ishte atill që ta prezantoheshin, thoshim mua ky është Fredi, ky është Gjorgji, nga kjo zonë, nga kjo zonë. Por në ato kohë, unë e me konceptova kështu, ky është Dino, këta janë shokët e tij. Ishte e qartë që Dino Hasani ishte shqiptaro-amerikani që kishte lidhjet më të ngushta publike me UÇK-n. Pra, kur Dino ja tha, këta janë shokët e mi nga UÇK-ja, për mua ishte e qartë që pra, këta janë persona me pushtet dhe me autoritet brenda UÇK-s. Dhe detyra ime ishte të ndihmoja të bënin të qarta pikat që donin të paraqiteshin dhe të merrja udhëzime prej tyre sa i takon zhvillimeve në gjatë negociatave nga pikpamja teknike dhe juridike, të shërbeja pra si urlidhse mes tyre që ishin jashtë kështjellës dhe atyre që ishin brenda kështjellës nga UÇK-ja. Pyetje. Ju thatë që ai nuk mund të jepte përgjimin për marrëveshjen pa marrë miratimin e komandante rajonal të UÇK-s. Për kë e keni fjalën ju këtu? Përgjigje. Ky është një përshkrim i përgjithshëm për të treguar që s'kishte kompetenca dhe autoritet
nuk mund të rendisja me emra komandantët e zonave. Pyetje. A është bërë ndonjë diskutim lidhur me nevojën e zotit Thaçi për të diskutuar me komandantët e rajonal? Përgjigje. Mund t'ju them që ishte shumë e qartë se ai ishte një përfaqësues i UÇK-s dhe ishte zëri i UÇK-s në atë kështjell. Dhe fizikisht mund të shija që kishte dhe zëra të tjerë, madje në fshat që ishin pak milje larg. Aty prandaj dhe kuptova unë që ai nuk ishte autoritetin për të pëlqimin për marrëveshjen. Pyetje, faleminderit. A keni punuar për Kosovën pas luftës? Përgjigje po. Pyetje, pas Rambujes, a keni punuar apo keni dhënë këshilla qeverisë së përkohshme të Kosovës apo antar të kësaj qeverie? Përgjigje po. Pyetje, kur? Përgjigje, ose pyetje, ose lidhur me çfarë temash? Përgjigje. Dino Hasani u identifikua si përfaqësues i qeverisë së përkohshme në Shtetet e Bashkuara, kështu që jam takuar disa herë me Dinon për të biseduar lidhur me mënyrën se si mund ta kryente ai këtë rol në komunitetin e vet dhe si dhe ta angazhojnë në aktivitete të tjera që lidheshin me qeverinë e përkohshme të Kosovës, por që do të zhvilloheshin në Washington. Gjatë kësaj periudhe kohore jam angazhuar me statusin përfundimtar të negociatave. Nuk po flasim vetëm për qeverinë e përkohshme, po përgjithsisht me shqiptarët e Kosovës. Unë kam punuar me të gjitha palët, kuptohet, për kushtetutën, për pavarësinë dhe kështu me radhë. Pyetje, kush ju caktoi të punonit për status bisedimet e Vjenës? Përgjigje, president Rugova. Pyetje, kur? Ju kujtohet? Përgjigje, jo. Pyetje, president Rugova ju kërkoi ju apo organizatës suaj të bëni ndonjë punë tjetër për Kosovën? Përgjigje, presidenti Rugova më kërkoi të përgatisja një projekt kushtetut për Kosovën, të cilën më bëra. Pyetje, cila ishte natyra e marrëdhënies suaj me aktorët në arenën politike në Kosovë pas luftës? Përgjigje, pas luftës në Kosovë jam takuar dhe kam punuar me përjashtim të një kryeministri me të gjithë kryeministët e tjerë të Kosovës dhe me të gjithë presidentët e Kosovës. Pra kështu. Pyetje, në rregull, faleminderit. Dr. Williams, Dr. Williams, më thanë që mund të kemi pasur probleme të transkripti. Do të sigurohem që të jetë tamam në transkript. Do flasim edhe një herë për takimin në sallën ku zoti Thaçi merr një thirrje telefonike dhe thotë që nuk mund ta nënshkruajë marrëveshjen e Rambujes. Sipas transkriptit thuhet kështu. Është në faqen 85 të transkriptit. Rreshta 16 deri në 19. Pyetja ishte kjo. Në këtë takim, zoti Thaçi a vu tre që zoti Thaçi të kërcënonte ndokënd apo të tjerë të silleshin sikur po kërcënoheshin, dhe sipas transkriptit thuhet, jo, nuk e pash. Un kam qenë në sallë, e kam parë sjelljen e tyre dhe kam parë sjellje kërcënuese. Përgjigje, jo, është gabim kjo. Misheti, çfarë duhet të thuash? Jo.
thash kështu, unë e vërejta sjelljen e tyre dhe nuk vërejta asgjë kërcënuese. Miqëtiq, faleminderit që ju përgjigjet pyetjeve të mia dhe me kaq unë mbyll pyetjet e mia për ju. Gjykatësi në rregull, do të bëjmë pushimin e drekës. Pushimi i drekës është 1 orë e gjysmë dëshmitar. Do të shihemi bashkë në orën 2:30. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Ju lutem mos flisni me askënd jashtë sallës për dëshminë tuaj. We're adjourned until 2:30. Bëjmë pushim deri në orën 2:30.